Kjo është e imja, kjo është e ati. Wow, qa vape. Po bëm vapsi në korrik. Ok, kam qitur spotin perfekt për mëqyesin. Dhe në janë rritur e si minut. Ka shumë njerëz që nuk i pëlqejnë, por që më pëlqejnë. Kjo është kafja ime e preferuar. Dhe kjo është cheesecake-u që morëm dje. Në fakt ju kam treguar juve të Instagramit. Mora tiramisu edhe cheesecake. E kemi ngrënë gjysmën. Tani jam duke përfunduar gjysmën tjetër. Të lështryes duken fare të freskëta. Si ju duken flokët e mi natyral? Me qëra fjalla se harroj gjithmonë ta them. Nëse je eri në kanal dhe videot e mia të pëlqejnë, mos harro të abonohesh, që unë të bëj më shumë video, pra të kem motivim. Dhe e di shumë ka marrë malli për kohën kur thoja nëse ke ardhur deri në këtë pikë të videos, komentoj një lule shtrydhe. Di çfarë? Komentoni këtë emojin. Ne kemi vendosur kështu llampash dhe di sa bukur duket të borri në dark. Do bëj një video. Nuk lejnë gjelat me fol. Nisa. Do bëj një video në dark, natën, ndonjë night routine. Se unë zakonisht e nis videot e mia vetëm ditën, se më duket sikur kështu e nis ditën mbar, ditë e re. Ne kemi një shprehje nga Veriu, ditë e re na fak e re. Në Instagram kisha postuar një video me titullin The Power of Saying No. Pra, sa rëndësishme është të thuash jo. Duke qenë se unë nuk dua të dal aty dhe vetëm në thonjza të jap mend, pra sa rëndësishme është të thuash jo. Dhe më pas unë them vetëm po, pas kuintave. Dua këshilla që jap për ju, t'i aplikoj dhe vetë njëtën time. Të dëgjoj veten. My higher self. Dhe thënë kjo, para disa ditësh, mora një email bashkëpunim. Një brand i huaj që kishte parë videot e mia në YouTube dhe donte më ofronte disa produkte për t'i reklamuar unë. Dhe si fillim isha shumë excited. Thash, oh, okay. Pra, kontenti im po shihet. Pak nga pak, po që po shihet. Pasi pash website-in, produktet, mendova që t'i jap një shans. Më pas, mora një email, një përgjigje dhe thanë, oh, we're so excited, etc, etc. Zgjidh këto produkte, bëj këtë, bëj atë, bëj këtë, bëj atë. Mendova, ky brand është kaq i sakt në gjëra që po kërkon ndaj meje. Po kërkon 1, 2, 3, 4, 5 pika, është shumë i qartë në atë çfarë do. Dhe unë mezi po kërkoja pikat e mia. Alesja vjetër do thoshte, oh, po, patjetër, dhe do mundohej që të bënte çdo gjë në perfeksion, brenda mundësive që do të kishte. Alesja e re, me experience, mendoi një herë dhe tha, wait a second. Unë nuk do bëj më bashkëpunime të papaguara. Fundja, ato produkte që ishin rroba, unë mund t'i blej nëse më pëlqejnë, dhe më pëlqyen në fakt. Mund t'i blej me lekët e mia. Dhe nëse doja vlenin, doja u tregoja dhe juve, ose nëse dikush do më pyeste, doja tregoja dhe atij personi. Por, të më ofrosh produkte që unë t'i reklamoj, pa marrë asgjë në këmbim, nuk do ta bëj kurrë më. Kështu njerëz, nëse ju mendoni që nuk ndodheni në situata që ju përkasin, ose ju ofrohen gjëra që ju meritoni, thoni jo, sepse është çliruese. Beso. Unë kam qenë gjithmonë ai njeriu që për gjën më të vogël nuk mund thoya dot jo.
Pra dilja nga vetja ime, prisha punët e mia, vetëm që mos i thoja jo një njeriu që më kërkonte një nder, sepse thoja do mërzitet me mua, po i prish puna ti ose asaj. Pra mendoja gjithmonë për tjetrin dhe në fund fare mendoja për veten. Qose kjo nuk është shkalla më e lartë e egoizmit, por ndaj vetes tënde, unë nuk e di se çfarë është. Kështu që më mirë t'jeni pak egoist ndaj të tjerëve se sa ndaj vetes tuaj. Unë kështu e shoh, po ju si e shihni? Sa më pëlqen që ndërkohë që unë isha jashtë, Robi roboti ka fshirë dhe ka larë vendin. Sigur. Ma qoko. Qa bën këtu ti, mor? Po unë t'lash sipër të puna. Unë t'lash të puna sipër, sa ta më gjes. Shkatje, shpejt. Kjo e ka super frikë, Robin. Nesër do ikim në plazh në jug dhe do jetë dita e parë e plazhit për këtë vit. Fun fact është që edhe vjet, dita e parë e plazhit përkoj me fundin e majit. Dhe si vjet e njëjta gjë. Por vjet më pas i kanë Amerikë dhe nuk bëra më plazh. Por kam notuar goxha në liçen, sepse unë isha në Lake George dhe shtëpinë e kishim afër me liçenin. Unë e shijoj shumë liçenin. Se uji është i ëmbël, nuk t'i irriton lëkurën, është i ftohtë, aty ishte edhe shumë pastër. Është ndër liçenet më të pastra në Amerikë. Dhe se ti ishte shumë qef ka marrë malli. Ej, tash. Ika atje. Pis. Kjo është lulja lekut. Ka shumë nisa. Ti pse? Nëse di unë këto nuk duan shumë ujë. Nesër do nisemi për në Vlorë. Sepse nesër është pushim dhe duam për në plazh. Kështu që do nisemi sonte, pas dite, edhe nesër do bëjmë plazh, më pas do kthehemi në Tiranë sërish. Marr këtë këmishën me vete. Është super e freskët edhe e bukur, pëlqen shumë kjo ngjyra. Kjo është nga Primarko. Do marr këtë fustanin me vete. Fun fact, ky është fustani që unë kam veshur kur është bërë ajo mini fejesa, si thuash, e jon, kur janë pirë kafet, sipas zakoneve shqiptare. Dhe unë mora këtë fustanin nga Zara. Shkoxha e shkurtër, por më pëlqen shumë se si më rinte. Okej, këmbët mi tregonte pak të trasha, po hajde më. Ky ishte fustani dhe dua ta vesh dhe atje. Kam menduar disa foto që dua të bëj. Doja diçka të lezetshme, të bukur, ngjyrë të bardhë, po nuk doja diçka shumë heavy, sepse fundja po bëj në shtëpi takimi etj. Diçka cute, të pastër, edhe ky fustan ishte super për mua. Mbi të gjitha doja diçka që mund ta rivishja. Për rroba banje dua të marr këto. Kam marrë edhe 2 palë tjera, just in case, që këto nuk do më rrinë mirë. Domethënë, më rrinë mirë, po varet si do ndihem unë me veten në atë moment. Një ndër komplekset e mia gjatë gjithë jetës ka qenë pamja e jashtme. Domethënë, jo pamja e jashtme, because you know I'm pretty, po mendimi që unë kisha për trupin tim. Se di po që të vogël më thonin, Alesia, kujdes me ushqimin, mos ha shumë, nëna ime kryesisht. Kisha shumë merak, se unë kam qenë goxha e mbushur. Edhe kisha shumë qef ushqimet, vazhdoj ta kem.
Dhe që e vogël, nëna më thoshte tërkohën, Alesja je duke ngrënë shumë, je do shumë, ke bakun si tu mbat. Dhe kjo gjëja, ai sigurisht, okej, ma thoshte për të mirën time, ndoshta në mënyrë si thoshte nuk ishte më e mirë, por që, you know. Dhe ky kompleks që më është krijuar që në fëmijëri vazhdon më përgjek edhe tani. Kështu që prindërit të dashur keni shumë kujdes me mënyrën se si i flisni fëmijëve tuaj, që janë pak më të shëndetshëm. Kjo është arsyeja sepse unë kam dëshirë të dobësohem, të kem flat stomach, dhe nuk kam arritur kur të ndihem 100% mirë me veten time. Sallat, speca, kastravec, bio. Edhe këto patatet janë po ashtu bio. Janë nga obori. Shiko sa të holle kanë lëkurën. Këto më shumë si janë nga ato patate që piqen kështu. Kjo është gjendja e patatave. Do you make that okay? It's pretty. Pa pas ka balkon. Pas kemi super palme. Juhu. Ja, kjo është outfiti. Kemi vetëm një va, sepse ky veshi nuk hapet. Çfarë bëm? Thank you. I bëm të njëjtën. Ja, s'kam bërë. Ivo do të bukur nga kap. Një foto. Të më flogë nga më bërë, s'kam dhe. Poi që... Do i këmë më gjesë tani. Nuk e di nëse do të përdojnë pishinën. Unë dua për vete. Dhe pasaj, vamos a la playa, a mí me gusta bailar el ritmo de la noche. Wow, делать. Расту. Kjo frapeja, super. Wow.
Hello! Ne tani kemi ardhur në shtëpi, u kënaqëm, u lodhëm, kryesisht u kënaqëm. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer kjo video. Nëse ke ardhur deri në këtë pikë të videos, komento këtë emoji poshtë, bëj subscribe nëse do dhe like, and shihemi në një video të radhës.